I thua të them Shqipëria bëhet, ose i bëhet. Me zhurmë dhe premtime lapaj. Revolucioni ka ardhur, 7 paras 313. O Basha, flior burr, se sa kemi ngën edhe ty. Unë të fle, tani që fitoria po mbuzqesh, s'ka me gjumë. Por zot ketë fitore për ty tradhtar. Fitoria do t'i buzëqesh vetëm lapaj. Po më dëgjoj mua. Lapaj në gënjen mendja, bashkë me ty. I Adriatik, bëu e Euroatlantik. Iko Basha, meru me Ramën në që gënjen. Berisha është burë që e mban llafin. Bravo lapaj, ti bëhesh. Tani rolin e ke ti. Doris pagat, do çmimet, do i bësh Shqipërinë lule o lule. Shkëlqyeshëm dhe kur të pyesin se si ti risësh pagat, do të thuash do ja marri majdutve. Okej, kjo që sapo pat është një nga teatri kuklash që e pasi kryeministri, kryetari i fushatës së Partisë Socialiste, boton në rrjetet e veta sociale, boton gjithandej, jepet gjithandej, dhe pas këtu është një mënyrë për të tallur kundërshtarin dhe për ta inferiorizuar atë. Mirë po, nga gjithë debati që bëjmë tani, gjërat të cilat u distilua, thelbja sa që u distilua është që ora ky spaku me 11 maj, apo deri në 11 maj, do jetë me Ramën, apo do jetë me Berishën, apo as me njërin, as me tjetrin. Ndërkohë, do kemi në lidhje nga Saranda Ardit Bidon, kandidat për Partinë Socialiste në Qakun e Vlorës. Mirëmbrëma Bidon. Mirëmbrëma tur. Mirë se erdhe, nuk e di nëse ndoqe, në fakt na mbeten jo shumë minuta, por gjithsesi do ta sqellojmë. E para, me që bëra të njëjtën pyetje dhe e kalas në krye të herës, cili ishte motivi që ti kandidon për Partinë Socialiste? Unë kandidoj për faqësuar zonën në cilën kam çdo origjinë, zonën. E ke zërin shumë keq, të lutem, nuk dua të shkoj mesazhin tëm. Më fal. Rregullo çik zërin. Nuk e di se çfarë. Vjen një hon, o do mbyllësh te telefon në një gjë keni. Ka eko shumë. Ha? Ka eko. Ke eko. Megjithatë provoj edhe një herë. Okej. Unë kandidoj për të faqësuar zonën nga Laumbi, zonën në cilën kam çdo origjinë. Jo, do të rregullosh fonin të lutem Bita, jo. Më shkon dëm gjithë biseda jote, me zisht të prita. Shiko, ja kam sinqerisht. Shiko, ndërkohë po vazhdoj debatin, shif se mos e rregullon dhe ndërhy kur duash. Dakor? Nuk dëgjohet gjë këtu. Ke dikë aty, ke një person që ndihmon. Okej. Atë, Esona. Spaku është dhe do t'jetë në 11 maj dhe para 11 majt me këdo që nuk e shkel ligjin spari. Sikundë nuk përjashtohet mundësia që në një vend vogël siç ne jemi, siç parafolësit thanë, të jetë dikush një dikë nga dyja kampet. Ajo që besoj unë shpjegon këtë panoramën se duket sikur Spaku po bën politik në këtë periudhë, ose fakti që disa materiale dalin në media opozitare, shpjegohet me faktin që shumë media proqeveritare e kanë vënë Spakun në shinjestër për llogarit partisë në pushtet. Për këtë arsye, Spaku ka hyrë në lojrat e partive politike duke marrë strategji PR-i edhe ajo, duke bërë PR edhe ajo. Do mbrohet siç mbrohen partitë ndaj njëra tjetrës. Në këtë rast po mbrohet kundër dyjave. Dhe sigurisht që materialet që dalin për ata që janë pushtet sot, Spaku mund t'i nxjerrë në ato media opozitare që janë aty, por nuk do të thotë që e bën këtë sepse do të fuqizoj partinë opozitare. Në metodologji të doja tonë, sepse inxhinieri, pra që është edhe analist meqe, e strukturoj argumentin sepse këto janë të nxjerra enkas për të kontaminuar fushatën. Pra këto qëllimi i Spakut kam përshtypjen unë dua nga ty, që se ma strukturon dhe ti në mënyrë inxhinierike, sepse ti mendon, qofse më, që Spaku do jetë i barazjarguar nga Berisha dhe nga Rama, dhe sepse këto rastet e kontaminimit, sipas një analize që faktikisht dominuese gjithandej, janë episodike dhe jo me regji. Zhej, ne kemi parë këto 2 vitet e fundit paktën, shumë dosje të Spakut për opozitar që i kemi nxjerr pa pikë problemi, pa akuzuar Spakun se po ndërhyn politik. E kemi bërë për Ilir Metën, e kemi bërë për Sali Berishën, e kemi bërë për Fredi Belerin dhe për shumë eksponentë të opozitës. Atëherë nuk ishte regji, ishte informacion për publikun. Kur dalin nga Spaku informacione në disfavor të pushtetarëve, ne themi që është me regji. Spaku, këtë fund vit më së shumti, u përball me sulmet më të egra politike, me 2 partitë që kishin regjit më dha mediatike. Po kur doli dosja e Ajola Xozës për shembull,
E gjitha dhe ajo doli apo? Po edhe çfarë, po kura kemi Po dhënë them që pra, do të thënë, ora ka një është biznes kjo puna apo? Nuk është biznes, është strategji PR-i. Është shkelje ligji, është shkelje ligji si për Ilir Metën dhe për Sali Berishën dhe për Erion Veliaj nëse është shkelje ligji. Jo, shkelje ligji nga Spaku që del materiali. Njerëz që kanë ardhur këtu dhe kanë lexuar çdo rresht nga dosja e Ilir Metës dhe Sali Berishës dhe Fredi Beleri nuk mund të bëhen të ndjeshëm ndaj ligjit kur vjen puna te Erion Veliaj. Unë kam, a quhet material sekret një dosje? Nuk e di. Jo, e di unë. Unë nuk e di. Quhet material sekret. Dhe kur del, i shkon një gazete, apo dy gazetave. Mos prisni që Spaku që sulmohet me çdo art që ka interes politik. Të mbaj duart në brez dhe të flej gjumë. Spaku do mbrohet dhe Spaku në këtë rast ka rritur strategjitë e komunikimit. Duke nxjerr, ka nevojë të mbrohet. Në një moment, në fund vjetorit, Spaku t'u la vetëm. Spaku lufton të kushta shkrinte. Bashkë me Ramën fund vjetorit. Bashkë me Ramën. Spaku fuqizoi mekanizmat e mbrojtjes. Duke u mbrojtur përmes të mërshme që ekziston. Gjithashtu. Jo, qëti, jo, kjo është që Spaku po mbrohet është gjë me të mërshme. Nga kush mbrohet Spaku? Nga politika. Po strukturën të dy se bivendose. Spaku sot me ligj ka marrë pushtet absolut të përgjoj dhe të prodhoj dosje për këtë do. Ja kemi dhënë me ligj. Me ligj tash pra. Me ligj. Në momenti kur Spaku merr përthipër të mbrohet, ai bëhet shpërdoruesi më i madh i pushtetit. Dhe është ajo që kemi diskutuar gjatë gjithë kohës ne. Ja, kjo është. Sa ajo që kemi diskutuar gjatë gjithë kohës. Ai nuk vepron institucion drejtësie. Ai nuk vepron mos institucion drejtësie. Nuk ta mbaroj argumentin sepse është shumë e rëndësishme kjo që po themi. Nuk është më debat, është parim. Dhe është parimi një shtet formimi. Të ngrihet teza që Spaku në këtë moment po mbron veten, duke patur këtë pushtet, po ta them unë, ai është i gjithë pushtet. Nuk fshihet fare Spaku, ka bërë raport në kuvent. Të lutem tash ti argumente, po mos më ndrit. Ka renditur 10 pika që kërkon zgjidhje kuventit me të parën presionin e jashtëm politik mediatik. A ka mundësi të lutem? Kjo se fol për parametrat institucionet e drejtësisë nuk kanë mbrojtje nga politika, nuk pyesin për njëri. Janë mbi të gjithë, gjykata. E timet janë mbi të gjithë. Qose Spaku ka fryk atëra ai është dhe nodhin këto që nodhin. Dhe nodhin këto që nodhin. Sepse elementet Spakut janë dhe ato të kapur diku. Edhe kjo zotnia që më thot për partinë e vet nuk e di çaj qëndrimi mati lidhje me Belerin, edhe për sot Strasburg. Berisha shkon do të mbrojt çështjen e grekëve thot. Me Strasburgut. Çaj qëndrimi mati. Je sovranist. Po sovranist jeni ju. Po sovranist vërtet mos vërtet. A bën pyetje? Mos vërtet. Kush është qëndrimi jo? Qëndrimi un kam qenë kundër Belerit. Shumë bukur, bravo. Shumë bukur. Kjo pra po dëgjoje pra mos vërtet kot. Mos vërtet dhe kam shprehë nëse zhe i jep insertin ta gjej tani dhe kam thënë në media tjetër. Okej? Po pse jam avlokë? Kontribon në një parti që ka marrë një qendrim antikontar. Lutem tani leç ku kontriboj unë. Më pyete mua personalisht ky është qendrimi im tani. Unë besoj që pyet aty për shpopullimin dhe ti s'ke guxim të thonë që shqiptarët po ikin nga Shqipëria. Kush? Ti. Unë kam pra me shëmbon e pyetje. Kanë vetë kokë tani. Jo, tani që po largohen shqiptarët nga Shqipëria. Duhet dalësh ta thush këtë gjë. Se je shqiptar. Edhe e ma veten për patriot, duhet ta thush siç po majun qendrim tani për Belerin. Po pra duhet më u bashku të gjithë. Që mos i lëm shqiptarët për me. Nuk bashkohem me njëri tjetër valla, nuk bashkohem. Jo pra duhet bashkohesh pra se është çështje kombëtare kjo. Çështje kombëtare, hajde valla. Statistika, se unë nuk mund të besoj. Po pra këto janë statistika, se pritja qendrim tjetër nga ti, prandaj. Faktikisht partia jote. Okej, partia ime para, ore le partin po flasim për Shqipërinë. Dhe pranë nuk flasim për Shqipërinë, o zotni, le partin. Po le pra, pse sa rregullojmë neve? Pse sa rregullojmë? Do frym ajo punë. Frym pra hajde të bëjmë frym. Çfarë problemi? Frym ku ta bësh? Po si ta bësh? Kur ti se pranon që ka shpopullim. Me opozitin ekziston. Po lej opozitën, ti çka ke bë për vendin tat? Se do shkojmë të shpreha famshme e John Kennedy. Mos pyet çka ka bë vendi për ty, po pyet çka ke bë ti për vendin tat. Ti veni si kam bë. Pra po duhet me kontribu sa kam mund të kontribuoj. Është shumë mirë edhe unë kam kontribuar, po duhet me bë pra. Nëse ti nuk e pranon këtë gjë atëherë ka marr fund. Dakor, do të luftojmë prapë të dyve. Jo, jeni shumë të mirë. Jo, për Spakun, kam i mendim. Të lutem. Po e sa ja kupton. Ta po Beça, ta përfundoj se faqi ka do podoni gjë shumë e rëndë. Po Beça. Spaku në mënyrë absolute nuk mund të prishë ekuilibrat e një shtet formimi. Po e prish apo s'e prish tani? Kjo është teorie që thuati. Çfarë po ndodh zotëri? Të lutem pra këtu do të dal për tani. Po di pra. Dhe po na ndodh pikërisht kjo gjë. Që? Cila gjë? Spaku tashmë nëpërmjet reprave të vet
po justifikon pikërisht atë që është e rrezikshme në Shqipëri. Që ato dosje që ligji ja ka dhënë për t'i ruajtur me forcën më të madhe, ka filluar po i hedh në treg. Për t'u mbrojtur. Kjo është më e tmerrshme që mund t'i ndodhë në shtetin. Nga kush do mbrojtë spaku, mo? Teza sa po mos tu tani, atë po godas. Dhe jo vetëm kjo. Nëse ti vjesh në njëstër nga të gjitha medet më të mëdha në fund për vendime arbitrare, do ekspozosh në publik prova që t'japin të drejtë. Ka pra tani edhe një herë. Pra nëse ne kemi diskutuar që Erion Veliaj nuk ka bërë presion nga burgu, na u botua për me spaku në media, të dhëna që provoj që Erion Veliaj ka bërë presion nga burgu. Të thash një gjë që është nga brenda? Po. A të thash një gjë që një prokuror i cili kohët e fundit po anatemohet shumë në media ka hapur këto gjëra? Dhe kjo është që një person brenda spakut po shfrytëzon pikërisht atë hapësirë që ka dhënë ligji për të prodhuar dosje dhe po i hedh në treg politik zotri. Dhe kjo është e tmerrshme. Ore pse nuk janë nxjerrur kështu për të Kjo është e tmerrshme zotri. Çfarë janë nxjerrur kështu për Irmetën? Çfarë janë nxjerrur Më seriozi ka sot Shqipëria. Je kënaqur kur i ke parë atyre. Je argëtuar me dosjet aty. Kemi një dosje që po diskutohet çdo ditë po diskutohet. Dosja 187. Dini çfarë është? Dosja 187 nuk kam thënë për të parë, po e them gjithmonë. Dosja 187 është përdorimi politik i prokurorisë. Prokuria urdhërua që të bënte regjistrim vetëm të stafit elektoral të Partisë Socialiste në Dibër. Vim sot. Në të njëjtat kushte ka qenë një vit të tërë Sali Berisha me paraburgim. Atje. Në të njëjtat kushte ka qenë Ilir Meta. Në të njëjtat kushte ka qenë Erion Veliaj. Më thoni, a ka nxjerr prokurori ndonjë urdhër për të regjistruar Ilir Metën, i cili ti dal medias? A e dini më çka thon Ilir Meta? Po Ilir Meta ditë zyrtarisht më dhe e kërcënoi. Ai ditë do të frymë mes si thoshte po kështu. E dini ju çka ka thënë Sali Berisha? Është mbronte Ilir Meta të ditë. Lutem se po vazhdoj dhe jam shumë serioz në këtë po them. E dini ju çka thon Sali Berisha? Jo, pse? Se nuk është regjistruar zotëri. Pra po ndodh ai fenomen që politik për prokuria, pra korridorit caktuar prokurisë, po përdoren politikisht zotëri. Pyetja është kush e ka regjistruar me çe? Kush i ka regjistruar? Ka një prokuror që ka dhënë urdhër zotëri. Je sigurt? Je sigurt? Po. Jo, ka përgjigje del që Velia janë kohë për përgjigje. Dhe prokurori ka një emër dhe mbiemër zotëri. Se kemi thënë kush është prokurori. Sepse kur ka vrasë prokurorin. Nuk duhet me vrasë prokurorin. Po kur të vran Berisha çama beti është kur do sa është arrestuar Velia jeni dalë. Është mendurim. Mos i bësh Veli fare, po double standardi. Kush është double standardi? Double standardi është që për Berisha neti i vit shtëpi, kur thotë ka pas përgjim. Berisha e quajti organizatë kriminale, nuk kishte asnjë vendim më të rëndë. Pra, të gjitha këto, dhe Ilir Meta dhe gjithë. Nuk ka logjik kjo. Ka një sjellje tjetër. Se ka një sjellje tjetër se aty prokurori i djeg diku. Është njeriu Berisha. I djeg diku, po të do dalë se ku i djeg. Ti mund të ka Berisha. Dalë se ku i djeg. Dini ju që ta morën Erion Belin ta nuk shkon më bu, nuk shkon. Një sekond. Shiko, sa preget Erion Veliaj. Ju ne keni përfunduar kështu si parti se ju keni double standard gjatë gjithë kohës. I keni si parti nacionaliste e parti sovraniste dhe shkoni me Belin, krijoni një kallazit tash shkon në Strasburg ai. Po çfarë lidhje ka kjo me spakun tonë? Erdhi la si vita, erdhi la si vita. Çfarë lidhje ka kjo me spakun? Erdhi la si vita. Ora ke gelte Berisha, merro me Berishën, shkon tako Berishën. Po jo ti je futur Berishën. Po të lutem pra, po flasim me kandidat kërkuar. Shumë mirë. Po çka ka një problem me Jo ka problem. Po më Vetë mbaroj argumentin. Po nuk është po nuk ka të bëj. O Damalia, ulja mikrofonin Damalia. Se ti pajtohesh me Berishën me këtë vendime që merr. Ta mbaroj se jemi për Berishën në burrë, di që ke obsesion në burrë. Ore le Berishën më vlla, po flasim për spakun në burrë. Meçe. Ore pse shkë për Berishën flasim. Ta mbaroj Meçe e ke radhën. Ore ka 20 minuta më. Sa mbaroj, po nuk kam çe bëj. Po. Atë dashurje. Po më mesetar pasojë. Që janë 3 kryebashkiak të Partisë Socialiste të arrestuar. Po. A e dini kush është prokurori i trejave? Olsi Dado. Po aq prokuror ka aty më burr. A e dini pse është arrestuar në Burg kryebashkiaku i Malësisë? Sepse bëri një rrugë për një fshat. Po. Dhe ky person e ka futur Burg, ky person. Ky person është e ka certifikuar gjykata, nuk është vetëm një individ që merr vendimet.
Ky person është, dhe ai ka qenë problemi që kemi ngritur ne këtu, që po prodhojmë një prokurit pa kontrolluar, dhe ky është problemi që ka Shqipëria ka fajin Rama për këtë. Se Rama ka bërë Spaku. Dhe në momenti kur ne ngrem problematikën, Spaku është krijesa e Ramës. Ne ngrem këtë problematikë mbi fakte. Kur ngrem problematikën thuan, po sulmoni Spakun, se sulmoj Spakun, përkundërsi. Çka ke bërë deri tani? Që kam ngritur, por individ për në Spakut, po prishin i bazë të Spakut dhe mos e ngatroni individin. Sa u arrestu Velia i ka dalë. Edhe individ brenda partinë prishin marrë partitë do të gjykojnë partitë. Dhe Spaku sot ka një detyrë të zbardh pa kushte. Kush i vodhi për ndryshe Dumani largohu nga i vend. Po larguar Ligu dhe Dumani. Shpas Dumani armik tani. Kampioni antikorrupsionit më burr. Çfarë është Dumani? Ore le Berishën, po ju çfarë do të mbie kek se ju çfarë thoni tani? Dumani tradhtar. Ore ti thot iki ky mi. Doli dhe Dumani tradhtar. Kush e ka tradhtar? Unë se marroj Dumani. Kush e ka tradhtar? E thua ti tradhtar. Do doli të tradhtar. Jo, s'tash atë gjë. Po ç'a doli? Delia Zez, Dumani Berisha ka thonë do ta hek. Ore ik Dumani, ik Olcidado, ik prokurori. Ma ka thonë partia jote do ta hekin sa vin pushtet. Do ta shkrin Spakun, a ka thonë. Jo, partia jote. A ka thonë do ta smontoj Spakun. A ka thonë do ta nuk është kjo që po ke ndërhyrë çdo fjali apo? Po jo, a ka thonë që do ta smontoj. Ta përgjigjun. E ka thënë, nuk Rama është me Berisha është koherent. Rama dhe Berisha janë bashkë. Do ta shdoj. Jo, Rama dhe Berisha janë bashkë. Kjo është logjika. Nuk dëgjota asgjë. Dumani ik. Pyetjes nuk i përgjigjet me pyetje. Rama dhe Berisha janë bashkë, se i kanë nxjerrë voto aty. Pra janë bashkuar në temë, jo në fond. O Beno, po të kena ngjoj 10 minuta më bën na lej minuta. Po më deformove më zot, si më të Ore fol që duhesh vëlla. Ore po nuk bën gjë budalliqe njerëz. Ka 20 minuta. Po le ta marroj fjalimin më burr. Po jo ta mbaroj unë, jo ti. Po e marrova më vëlla 25 minuta që flet apo. Prit përgjigjen. Po ç'a marrova unë, mos tash asgjë. Po them ose the gjë të madhe shumë. E kupton ti çfarë thua po jo, po s'di çfarë thua. Sa mund të jetë kjo që s'di çfarë thua. Jo më dakord unë se di çfarë të bëj. Që sapo Meqja tha që Dumani tradhtar duhet largohet. S'kam thënë këtë gjë. Ç'a theti? Çfarë thash unë? Institucioni që drejton Dumani ka prodhuar ose Dumani duhet ikë apo jo? Ky është deduksioni apo jo? Jo, prit. Po çfarë më burse tani me zbukurues gjë. Dumani u shpall armik. O zoti, duroj ta them. Do shpall armik. Pse të djeg më që ti? Jo më keni futur njerëz brenda Spakut dhe po ndryrin politik. Pse ju djeg kjo gjë? Kush i ka futur? Po pikërisht pra, prandaj po djeg. Se unë s'po them Dumani. Kujt po i djeg? Orë zotni jam, njeh mu kush jam unë apo jo? Çam djeg? Kandidati për deputet i Partisë Demokratike. Po për çam djeg mu me Spakun? Je bashkëpunëtori Sali Berishës. Orë zotni. Jo më kush jam unë për çam djeg mu me Spakun? Je Unë kam kaluar 3 herë vetëm unë, njeh ti më orë zotni. I cili se qunë i bashkohem Sali Berishës për fe, i bashkohesh për familje, i bashkohesh për kom. Feja e Berishës është ajo që vajti në kishën autoqefale dhe bëri festë me greke. Kombi Sali Berishës është ai që vete në Greqi dhe bën aleancë me grupet më kriminale anti-shqiptare. Ky është Sali Berisha dhe ti je bashkangjitur atij. E deshe këtë? Pra se më the të ndryja. Atëherë Ramarover. Ramarover. Ja ta them pra se s'po më. Po çfarë më thonë vëllazë na shmenë më burr 2 orë që flet apo burr. Po bollor buse le kobrën në namit apo. Po e them edhe këtë. Atëherë shej un po e them pavarësisht. Ky të Maison ti del kështu. Lat namë dhe drejtues i Spakut ka një. Jeni mosh në babës tim ngjerë të foljuve na ngjorin ai fjali pra. Se jeni edhe protrive ju. Ç'a trish jeni ju pra. S'na lat në marroj i muhabet fjali folju. Të tatuar, kanë arritur të depërtojnë është përgjegjësia e drejtuesit të Spakut për të vendosur të drejtën atë vend. Dhe nëse ai nuk e bën, është rregullu numër 1. Gjaketa vjetër. Ju po djeg gjaketë më vjetër se Berisha vjetër pra. Ta marroj më betë. Ora s'ka marrë me gjuhë. Ke raport me vetë. Ora fiksimi jot me Berishën është tjetër gjë. Ke raport me fiksimi jot me Berishën nuk e zgjidhur. Ke raport me fiksimi tat me Berishën do të më shkon me kullum psikiatri. Ke një raport. Ti je komunist, një ki komunist. Ti ke si njëri patriot. Ti je një njëri që ka shkruar. Jemi këto, jemi të pesë.
Raport me vetë. Dhe Malia. Kjo Vrece, të lutem. Po na fyr. Po mbaroi. Zhurma ishte shumë e madhe. Argumenti i shumë i vogël. 1 minutë. Tani nuk kemi projekt psiqik, por ku je? Po ti puna. Ore, ne 1 minutë flasë, mor, është kandidat për deputet. E gjykojnë. E ju i thatë mendimet. Atë 1 minutë mos ndërhyni. Se do ta mbyll me veten paktën, jo për Berishën, raport me rezultate. Me vete po flet ai. Me Berishën e referove ti. Po sa mu i vjetër, ky po nik. Jo. Plak 82 vjet. Thash, që ka qenë 27 vjet komunist, njëri që i ka bo kaq do me këtij vendin çështje kombëtare, dhe ti thu jam patriot, po nik kët triun. Hallin tat. I riu Berisha. Hallin tat me Berishën dhe hallin e Meshës nuk e zgjidh dot. Po se zgjidh ka mas i hall në asnjën. Unë jam Uloni. Unë jam Berisha. Unë nuk kam asnjë. Kur luftoj zhej me Berishën thojeni sy Berishën. Lat mama kur Berisha, ju del të mund Berishën. Po i kam merru me Berishën, ç'ku kemi. Po je ke partia ti, po kandidoj për partia ti, po kandidoj për njëri. Edhe herë. Ju keni fiksim me Berishën. Po fiksim, duhet me shku me zgjedh atje te psikiatri. Jo. Kemi studio televizion shqiptar, kondi shqiptar ka probleme. Populli shqiptar ka probleme Berishën. Dgjoj, atë shumë mirë, nuk ka lidhje Berisha ta vetë, nuk ka qenë greke, shumë mirë me Arben Meqe, ka të bëj me tezën tate të kombit. Ata marrojnë tarifi mos me njëri që s'ka muri shqiptar, në mes të Athinës, nuk ka të bëj me Arben Meqe, ka të bëj me ty, kom tarife që ju të vje mu, me ko po fletë mërë burë. Po për Berishë pra po të pysh. Po të shperë. E në deprimin e ti, sot, Ore, ju ka këtë fiksim Berishën. E ti ka kishë me qërë sot. Ore, pse se ftoni Berishën me këta? Jo, mërë, ti për gjinjë, ti për kandidat. Po ti po kandido për atë u sheftoj do punosh ta mbyll do ta mbyll tani tavolinë që organizoi Berisha di emrat apo jo ja di emrat atë tavolinë sot çka keni më bë çetsoni o keni ore jeni mosha babës timër çetsoni uleni Berisha ka llogari me popullin shqiptar zotëri dhe fatkeqësia është që llogarinë e tij po janë bërë ju mund të japni minutë kalasa apo thua keni me Berishën pse më thua më pse më ngacmon zotëri çfarë ka mund emisionin, qofse nuk kanë përmend 354 herë Berisha, vazhdo s'ka marrë për këtë unë, unë ka marrë për faktuzi tim, po lera kush është produkti tim tregoti më produkti. Po lera mo tani dhe mos më rri se flas gjona tjera, lera ha tani, lera, edhe herë, o dhe Malia, mlesa e diti tani, qetso. Po më fol me mua, unë në gjon s'kam filtra. Do mlesh tani, do mlesh marroj. Po mos mle për do marroj. Po le ka fjalë për burr tani, le më burr ta marroj gjon. Po ç'a jeni më? Ka kërcënuar njëri. Kërcëno kush ty më burr, se ti je i pa kërcënueshëm. Ti duhet me shku te psikiatria me fol me Berishën, me heq fiksim në Berishën. Kjo është e jotja. Edhe për ty të njëjtën gjoka. Domethënë duhet shkoni të bëni terapi intensive. Duhet vemi për psikiatri, ju jeni komplet psikiatri. Ju jeni si parti për psikiatri. Ta dash diagnozën. Ju jeni si parti për psikiatri. Meritoshe këtë tani. Jo, diagnozë me gjë se di me të kthy. Alo Kalaja do të rikthehet përsëri te qendra. Se kam borx kohë televizive. Ne ku jam kontarist, ne ku interesim.